Mirëmëngjes, zonja dhe zotëri, mirë se vini në Kafe Shito për ditën e sotme e premte. Për pak na hoqët qafe, miq të dashur, do të jemi bashkë deri ande nga ora 10 plus minus ca minuta, varet kur do fillojnë bërtasin ato të regjisë dhe të redaksisë së informacionit. Do të flasim sot, miq të dashur, për fushatën elektorale në mënyrë të pashmangshme. I presim komentet tuaja në 069 27 22 27 2. Sigurisht për gjithçka ju ka bërë përshtypje apo po ndodh në qytetin, në zonën tuaj ku banoni, apo edhe në diasporë. Se sigurisht kemi shumë nga ata që na ndjekin nga diaspora dhe për këtë dua t'i falenderoj përzemërsisht. Numri i telefonit vazhdon të njëjtë, siç thoshte edhe kënga, i njëjtë mbetet i taka, i njëjtë mbetet edhe numri i telefonit 069 27 22 27 2 dhe nëse nuk e keni dëgjuar, e njëjtë mbetet i taka, fatkeqësisht, që është këngë shumë e bukur, është një nga shqiptarët e parë të diasporës që rikthehej. Ai ishte diasporë shumë e vjetër, nëse zgaboj quhej Haxhi Dauti. Ato vitet 90, personazh shumë interesant ai i asaj kohe dhe sigurisht i një kohe ku shqiptarët mezi po prisnin të ktheheshin në atdheun e tyre pas një shkëputje të gjatë. Ndërkohë, miq të dashur, fushata elektorale është ajo që duhet të diskutoj me ju mëngjesin e sotëm. Përdorni WhatsApp-in për mesazhet tuaja, telefonin për telefonata, numrin e zakonshëm, mos i ngatroni njëra me tjetrën dhe dikush ka vendosur të marrë në sekond. Ta mirëpresim. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më dëgjon, s'më dëgjon? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Më thoni. Çfarë të flasim më përpara për këto skandale që po ndodhin këtu me këtë mazhorancën që kemi tash. Ala, me të mazhorancën? Çfarë s'kemi parë, çfarë do shohim akoma për vetë. Vetëm kjo është premtime e fushata që bën ky vetëm na tregon atë një tabela, një parulla që do hynin në Evropë. Po mirë do hyja ai në Evropë, është ai gjezdis ku do e ha e pi ku do, po shtresa e vafra i e la si që e gjepi e la akoma më keq me çmimet lartë, me grabitje, prona, ku do të çoj këto prona ku do të çoj këto prona të popullatës këtë tokën i hoqi i bëri tamam si në verin kohë në 46, po edhe në veri faktikisht ishte pak më gjë më ndryshe nga se i futën punë, kurse ky sot çaj kokën nga duhet në i mori tokat njerëzve dhe i la pa tokë fshatare, do të fut në Evropë. Që do Evropë, unë do mirëqenie, nuk do... Evropa është mirëqenie në fakt. Është Evropa po si minere, nuk është populli. Jo, në kuptimin që nuk kupton antarësimin në Europë që ti të kesh arritur një mirëqenie që ti jesh i barabartë me ata njerëz, pastaj po i arrit ky mandatin e 4 të 5 me siguri. Populli po do të votojnë këto se ky thot që në 2013 në kështu sa ky do të bëj këto, do të bëj ato, krahason me Malezi, me Serbi. Me Rusin, ma stabilt do na futi dhe me Rusin, në fund me Rusin do përfundoj ky kryeminist, se atje ka meni ky. I mbetin gojë po sa mirë bënde si guaka dhe na Gramsci, na Durrësi dhe tamam si guak bën. Ai shumë i shkon si për kryeministin, po le ato që tregon fëmijëve. Ore qyt mlidhen ato, ata familja ato femra që mlidhen aty në atë miting, po jo rrog, po jo, nuk ke që do mirë hap bukë fatë. Sa të përdhunoj të flasin një kryeminist, të flasin lloj maskaralliqës. Ku ven nuk e dhe ka familja, po s'ka familja që i ven, po që i ven vetëm ato të bashkisë, ato i ven, ato deterministë, po nuk ke që do asë rogën asaj punë me këtë palë qeveri. E kuptoj zotëri. E vlerësoj telefonatën tua, ju përshëndes, ndërkohë miq të dashur, të shohim çike edhe se ç'ndodh nga fushata, vazhdon kryeministri ka sjellje të çuditshme me të rinjt, njishin e trego pak regjia. Zemra më dëgjon, zogu. Më dëgjon, më ndjek.
Më do? Besoj që po. Tani po. Ka dhe momente shkëputjesh sepse unë i thash Zogu se në fakt ai po shifte në telefon që apo i thoshte Zoçka. Që është shumë e rëndësishme, por Kam fillu, nuk kam komente për këto deklaratat e Ramës, janë përtej imagjinatës së zakonshme, qoftë edhe një gazetari kritik, megjithatë, një tjetër gjë që po bën Rama këto kohë se duke parë edhe sondazhet jo aq të mira, është fakti se duhet të filloj të bëj viktimën. E keni parë në momentet e veta më të vështira, vazhdon bën viktimën dhe thot që e kemi sulmuar te familja. Jemi përpjekur madje shumë të ruajmë etikën, i kemi të censuruar dhe ata qytetarë që përgjithsisht e humbasin të ruan për edhe kodin gjyqësor. Megjithatë, kryeministri jonë është viktimë, është ai më i dhunuari në këtë vend. Ja ta ndjekim çik dyshin. Po ku mendohesh ti se çfarë flet thot Valbona? Vetëm batuta dhe ironi bën. Nuk e di ai bëni ndonjë analizë ndërgjegjës sua, ju qofshi që flini natën. Po për çfarë për shembull e ke fjalën për cilat batuta dhe ironi? Unë nuk bëj vetëm batuta dhe ironi, unë bëj dhe ndonjë batut dhe patjetër bëj edhe ironi, bëj sarkazm me kundërshtarët që nuk më kanë lënë të vdekur dhe të gjallë të shtëpisë time, të familjes time, nuk kanë lënë të rritur e të moshuar e të mitur në shtëpinë time pa u marr e pa e mbuluar me balt. Prandaj, do më falësh, po nuk jam në kushtet kur mund më gjykosh ti, Valbona. Më vjen shumë keq. E para. E dyta politika dhe betejë politike është. Nuk i kanë rënë qaf shumë, i kanë rënë në qaf, ja kanë nxirë jetën. Ja kanë nxirë jetën, moja man. Dhe ndërkohë që flisë, nuk e di pse më kujtua ajo deklarata e SPAK para disa javësh, miq të dashur, për lidhjet e Olsi Ramës me trafikantët, dhe SPAK del me deklaratën më legjendare të gjitha kohërave, miq të dashur. Nuk e dim kush ishte me trafikantët, por dim me saktësi matematikore që nuk ishte Olsi. Nuk e dim kush ishte me trafikantët, por dim që Olsi nuk ishte. Dele Olsi thot, isha me trafikantët në makinë nga që kam shok rastësisht, dhe SPAK thot, jo, ti nuk e mban më mirë, ti nuk e qenë me trafikantët makinë, e dim ne, nuk e qenë ti, nuk e dim kush është, po ti s'ke qenë. Ti s'ke lidhje me asnjë gjë, me asnjë kundravajtje, me asnjë pallat çuditshëm që po bëhet në trafik ndarse. Me qëra fjallat e pallatet në trafik ndarse, po të pallatin në mes të pazarit të ri, në rreth rrotullim që është rekord globale. E bukur, gjërat çuditshme ndodhin në këtë vend, po ndodhin aq shumë gjërat çuditshme sa nuk na del koha për t'i përcjell gjitha, siç ishte rasti i Tërmet Peçit që bënte edhe ai 5D-n e vet, më që mos mbet njëri në dynja pa pasur 5D-n e tij, kur e kishte dhe Tërmet Peçi. E pabesueshme. Mirëmëngjes, o djalë, fushat po bën në Nocë Rroku, kryesisht me gratë, i mbledh i tallë përdor fjalë pista, siç është edhe vet, dhe në darkë batonërat përpiqen të justifikojnë marrëzitje brekushes, kurse patronazhistët janë në aksion non-stop. Zyrtarët qendrore lokal hedhin lek për blerje votash, asfalt elektoral e tjerë, metoda bazi nga Tirana. Me që jemi të këto batonërat shumë e bukur, Frok Çupi ditën e djeshme bënte apel kryeministrit, si guxove të kërkosh falje, ti nuk bëra asgjë gabim. Pse? Kërkon falje, ti je i ndritur, njerëzit janë vërtet autik, thoshte. Gjeni edhe Frok Çupi, po është akoma në qarkullim, nuk kemi çfarë i bëjmë. Ndërkohë vazhdon të këmbgulte historia e fotove nudo, por nuk doja japim atë kënaqësi. Unë do vazhdojmë me mesazhe të tjera, miq të dashur. Mirëmëngjes, Flavio, janë tërbuar patronazhistët, po nxjerrin llafin se Mr. Lasivita është larguar. Po, u fut të Qimpeka live, par dje.
Kështu që e dogji dhe atë propagandë. Sa naiv dhe ignorant që janë, duan të na demoralizojnë, por jemi blind. I ra në kokë videokolli të Çimi. Ju përshëndes nga Brooklyn, New York, edhe ne të përshëndesim. Buongiorno, unë kam menduar se vetëm Spiropali është valltare, por edhe Balluku e tund kabelin shumë. Dëgjoj. Kur kontrollon një buxhet 5 miliardë euro, nga cilat mund vjedhësh gjysma t'i qosh në shtëpi, mundet, nuk tash e ka parë, mund t'i vjedhësh gjysma t'i qosh në shtëpi, that, e disi, nuk dridhesh më kej se vis pupat të portokalliet, vis shpatlla vet, nuk është se do, po dridhesh kështu nga emocioni, ndërkohë do e shohim në çik kur bën kështu sikur i kërkon llogari të zgjedhurve vendor. Rama me Gledian Latjen, ku bën kështu sikur. Do bënoni apo si e keni hallin ju? Tetën e regjia. 10 vite në Shqipëri e theksoj. Profesioni im i parë është edukatore, kam punuar me njerëz me aftësi ndryshe. Unë ju ftoj zotit kryeministër që ju të vini një mëngjes dhe të shikoni se si ngjiten ata fëmijë në ato shkallë me ato mësueset heroina që i mbajnë në krah, pra është e patolerueshme sot që Shqipëria është gati të hyjë në Bashkimin Evropian dhe kushtet që aktualisht kanë ato fëmijë, dhe pse ne nga ana privatisht dhe bashkia jep një suport të madh, por nuk kanë kushtet e duhura. Nuk e kuptova këtë punë e shkallës, si është. Çfarë do më thosh ti? Jo mos e ke çam thotë, do më thosh ti më tash. Pse më shkel syrin, çam thotë. Çfarë do më thosh ti më tash? Ti do ta kisha bërë që mos vinte dita që të ma thoshte ajo mu, tash që ma tha ajo, s'ma thot do ti. A e kupton? S'ma thot do ti, se ma tha ajo tash. Ti do ta kisha bërë atë, që ajo mos vinte dita të ma thoshte. Po mirë në shtator, do e zgjidhësh. Ka thënë kryetari i bashkisë do e zgjidhin shtator. Jo ma i shpesh a i ri punëve mbi kokë, problemi është a i mbaron apo vetëm ju ri mbi kokë. A? Jo, të ka thënë që do a zgjidhin shtator. Kthehemi, se pasi folën shtator, nuk u bë as në shtator. Megjithatë, miq të dashur, komentet më të çuditshme kryeministri i bën kur pyet për miqtë e vet në burg. I ka shumë dhe i ka shumë të mirë 4. Që është kulmi. Kanë gjysma qeverisë është në burg, si mund t'i votoni këta hajdut. E para punës njerë që s'është kështu. S'është kështu se po t'i marrësh qartësisht, t'i numërosh edhe të shofësh cilësisht se për çfarë bëhet fjalë, nuk është fare kështu e para punës. E dyta punës, ata të cilët kanë pasur probleme dhe kanë probleme me drejtësinë dhe kanë qenë në qeveri, janë antar kabinetesh të mandatit parë, mandatit dytë, fillimit mandatit 8, por nuk ka rëndësi kjo. Qa ka rëndësi? Ka rëndësi fakti që ne jemi në mbështetje të këtij procesi. Ne nuk i vëm pushtetin politik si karrocën para kalit. Pushtetit të pavarur drejtësisë, të cilën kemi pavarësuar ne dhe askush tjetër. Ore, sikur kanë qenë 140 vota në parlament. S'kanë qenë 71. Po nese, gjërat të çuditshme të kryeministrit s'kan lidhje me Ramën e sotëm. Nuk ka qenë ai fare kryeministër mandatin e parë 2013-2017. Te i dyti filloi të vinte, po si kishte akoma gjërat në kontroll. Te i treti që e mori, po kishte ca skorje të vjetër. Te i katërti është 100% vetëm punë për Europën. Asnjë lek në xhep, asnjë koncesion, asnjë PPP, asnjë investitor strategjik vetëm punë e pastër, siç thotë edhe shoku vet, nuk ka hile, bardha jeshile. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Do të bëj një vërejtje të vogël. E pranoj. Ka më shumë telefonata se videot e këtij, jo shqiptar, po bëjnë nom, po ka më shumë telefonata që populli të shprehet se ç'është shumë i revoltuar. Do ta nisim nga postata Gjetheti. E pranoj.
një kryeminist i them Tirana, Durrësi e gjithë Shqipëria duhet të ngrihen në këmbë, kur them të ngrihen në këmbë, sepse ky njeri nuk po le fëmijë, gra, burra, e me vesh të shahet të botë, po a ditën që edhe përpara ti që o zogës, ku ka kryeminist në botë që të dalë të ofendoj gjithë Shqipërinë. I them administratës, Partisë Socialiste, thehuni se ky është ka ik nga ky do vjen. Edhe një thirrje të punit e kam bërë të mani. Po. Nuk do ta thaj, po do të ka familje, se nga Dibra është ai. Ai duhet të veproj me një herë, sepse pasojët Altin Tumani se po të ndjek një popull i tërë. Nga Dibra në Sarandë, nuk le fëmijë invalid të shajt dhe generojnë një këmbë. Altin Tumani do të marrë përgjegjësi ligjore, mos kujtoj se nuk dëgjoj populli edhe nuk ngjo populli. Të dalë të arrestojnë në zyrat e njëri, do të dalë fushatej. Të ofendoj që është një që duhet dalë, s'ka shkon për të pitesë për parë me këtë rrugë. Edhe ja të të telefonata. Patjetër. Dakord. Përshëndetje Flavio, bëj thirrje PD javën e fundit para zgjedhjeve, të ruajmë votat dhe ditën e votimit të ruajmë votat se rilindja do bëjë çmos të manipulojë, të mashtrojë, të korruptojë qytetarët. Sa i përket diasporës, ku bëj pjesë, erdhi Zarfi, votova dhe e çova përsëri. Çdo gjë ishte korrekt, diaspora do t'i tregoj vendin e rilindjes. Komplimente, faleminderit shumë. Ndërkohë se çmëllarë një, mëngjes Flavio, Merz bllokon zgjerimin e BE, titulli i gazetës greke të specializuar për çështje diplomatike. Po e kemi thënë para 10 ditësh që Merci ja dogji fushatën kryeministrit, e bllokoi dhe e saldoi. Megjithatë, o zotri, hiqe të vësyrin, hiqe këtë nga të vësyri, domethënë. Nëse dhe heqim. Mirëmëngjes o figurë, fushata e zjarë dhe optimiste, vrenozi gjigant, e vërtet. Mirëmëngjes Flavio, doktori na erdhi në Sarandë, prezantoi kandidatët, ndryshoi fytyrën dje, po kur të fitojmë, si do bëhet Saranda fitore. Të ndrejtën, do të çik tritol Saranda, njerë, se ka ca probleme, po. Mirëmëngjes, ky kryeministër nuk duhet mos lëvizë as në kuptimin e ca pallatave që duhen shëmbur kështu, se mori kot regjia. Mirëmëngjes, ky kryeministër nuk duhet mos lëvizë as në komunitet, se është pak kështu. Kush na drejton Shqipërinë? Mos gaboni se na morët në qafë. Mos gaboni më thot. Ky që është pjesë e kënetës ka ende fytyrë dalë në publik, pas asaj gojët qelbur nuk ka faj ai kur ka një grup njerëzish që gajasen me ndyrësitë e tij. Nuk e do njëri pasaportën që na tregon. Ne duam të jetojmë këtu si europian. Në Europë mund shkosh me gjithë ata që të rrethojnë. Tashi, plani ai është ore që marrojmë punë këtu, mbushe dhecin, hidhen krahë, me vrap, me jaht për në Evropë. Mirëmëngjes Flavio, Berisha dhe kandidatët po bëjnë fushat të shkëlqyer der më der, duke u bërë garant të nxjerrin nga varfëria 700.000 pensionistë që marrin mesatarisht nga 100 euro dhe punojnë me rroga 300-400 euro. Kush i varfër nuk do votonte zotin Berisha. Okej, mirëmëngjesi, po qa fushata Flavio? Largojnë fëmijët nga dhoma kur del dhe flet ky kryeministri se kemi turp nga pislloku që mund të nxjerrë nga goja. Gjërat vogla mund të jenë ato kështu. Orari, ndoshta lajme duhet i transmetojnë pas orës 10 deklaratat e kryeministrit, se janë të papërshtatshme për një pjesë të publikut. Mirëmëngjes së syri, Lugat Ramës, gojsh thururit dhe grabitçari i këtij kombi po i mbaron vaj kandilit. Që ti besosh është njësoj si ti besosh një gënjeshtari me diplom. Po ta vini re këtë shanj gjithë ditën dhe ky qesh dhe si bën përshtypje. E di pse? Se ki thot me vete e çmëton unë të gjitha i kam. Edhe qesh. Thot Leo. Dakord, Leo, faleminderit. Faleminderit për mesazhin tënd. Ndërkohë miq të dashur, ti hedhni sy zhvillimeve kryesore apo do presim telefonat në studio? Si toni? Regjia ndaje. Apo faleminderit. Regjia jeni të mrekullueshëm. Pas ka ardhur ky sot i bëjmë gati miq të dashur për informacionet që na përcjell redaksia e informacionit. Pas himarës, lideri i opozitës Sali Berisha u ndal në Borsh, ku shpreh se infrastruktura e këtij fshati turistik do të jetë prioriteti i qeverisë së Aleancës për Shqipërinë madhështore. Berisha prezantoi paketën fiskale e cila u vjen në ndihmë biznesit zonës, si dhe ftoi qytetarët që në 11 maj të votojnë numrin 1. Kryeministri
Kryeministri Edi Rama ka vijuar të përdorë administratën publike dhe fëmijët në funksion të fushatës së tij elektorale. Mësuesit dhe nxënësit e shkollave në qytetin e Elbasanit janë detyruar të braktisin mësimin për të shkuar në takimin e kryeministrit Edi Rama në Pelsh. Fëmijët nxirren nga mësimi me detyrim dhe mësuesit nga drejtoria e shkollës dhe çohen për të bërë pjesë e një takimi politik në shkelje të çdo ligji. Pjesë e atyre mitingjeve që Rama i cilëson me votues për herë të parë, po ku dërgohen edhe fëmijë. Seanca e radhës për dosjen Partizani do të zhvillohet në 5 maj ora 11:30. Seanca e djeshme u shtyp pasi të gjithë personat e akuzuar në këtë proces kërkuan ndryshimin e gjyqtares Flojera Davidi. Sipas Genc Çokutajt, kërkesa për ndryshimin e Davidit është bërë edhe me shkrim me arsyetimin për vendimet e saj të njëanshme. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Lirian Celibashi deklaroi se deri tani 62% e zgjedhësve të regjistruar në diasporë kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, ndërsa 22.000 fletë votimi janë kthyer mbrapsht. Gjatë prononcimit për gazetarët, Celibashi komentoi edhe problematikat me dorëzimin e fletëve të votimit në diasporë. Pak kohë pasi gjykata kushtetuese rrëzoi SPAK për rastin e Elton Qynos, edhe gjykata e posaçme doli kundër prokurorisë dhe vendosi në favor të gazetarit, duke I kthyer sendet e sekuestruara. Qyno tha se bëhet fjalë për një material me deklarime të pandërëve në një proces gjyqësor, teksa shtoi se SPAK këmbguli që këto materiale të mos ktheheshin. Avokati Dorian Matlia e komentoi vendimin si kapitullin e fundit pas asaj që ndodhi në kushtetuese, që vlerësoi procesin ndaj gazetarit si antikushtetues. Detajet të reja janë zbardhur mbi atentatin e ndodhur pak ditë më parë ku mbeten të plagosur 4 të rinj në zonën e Lundrës në Tiranë. Në vendin e ngjarjes, grupi hetimor ka gjetur disa sende që dyshohet se I përkasin autorëve të atentatit. Grupi hetimor dyshon se autorëve ju kanë gjetur gjëra gjatë kohës që kanë pritur objektivin e tyre të dyshuar, ndërsa kanë prishur edhe një gardh metalik për të fshehur. Hetuesit thonë se në këto sende kanë zbuluar gjurmë të autorëve të dyshuar dhe material gjenetik, të cilët janë dërguar në laborator për të përfituar profilin e ADN. Më pas do kryen krahasimet gjenetike për të parë nëse do përfitohet në një provë e rëndësishme për të rënë në gjurmët e autorëve. Dakor, vazhdojmë me tjera mesazhe për të mos humbur kohë me zhvillime, sot I japim hapësirë sa të mundemi qytetarëve. Mirëmëngjes, Arben Grori prej Tirane, nuk ka ardhur akoma zarfi për të votuar, ka ardhur një email që thotë e ke marrë. Në të vërtetë s'ka ardhur gjë. E ke marrë, mos është në kuptimin që ka ardhur të pika e DL-s aty afër te, që kapën ca reklam falas këta DL-s. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Flavio. Mirë erdhe. Si e qoni? Fuqishëm shumë. Fuqishëm dhe këni nga Kavaja, po këto vazhdojnë me Kremanin e me kërcënim, unë qumë në im Haxhiu. Okej. Nga Kavaja dhe më shtes Arnold Kariqin. Kolegun ton. Dhe në orën 2:20 të natës kanë të rritë këtë dera. Hapa dera dhe më kanë goditur me hekër. Çfarë thon? Po, kam shku në spital, nga spitali shkova bënë denuncën, tash I thon se kjo është elektorale, këto vazhdojnë kërcënimet, goditjet. Më kanojt shumë ke syni, e ke bavi, e ke koga, e ke trupi, në orën 2:20 të natës. E të pashme. Ne këto këtoj gjallë se ne kene frikë, por nuk kene frikë, vazhdojnë të kërcënojnë, vazhdojnë të gjuajnë. Nuk themi mrapsh, Rama, I bëjt thire Ramës, ke hum. Je I hum të. Dakor, zotëri. Kjo është për elektorale, për politikë, se s'ka mundësi, se kjo është. 100%. Qa reagimi padën instancat? Instancat kam shku, kam po denoncim, po në deklaratën dhe që kam marrë nga spitali, në orën 5 e njësit, dhe shkoj në Durrës, dhe që të kem bjekë ligjor, dhe shkoj të bëj... Për I njënit personat që ju kanë sulmuar? Ja, e natë, unë sa hapa derës, në të rritën e emrin e njipit nuzës, thash gjaki të kërkoni cigaras e në apër, sa hapa derës, dole për jash, më goditën me hekër, u panos hekër I dysh,
rash në tokë pa ndjenja. E kuptoj, zotrim. Mirë keq për këtë siklet që keni kaluar. Nuk ka sikleti më i modë ta kalojmë që do ta bëjmë me fitore. Nuk kena frikë. Dakor, zotrim. Faleminderit për telefonatën tuaj, shpresoj të kaluar çdo gjë. E përshëndesim zotrin. E frikshme pak. Mirëmëngjes Flavio, programi PD, një dhe vetëm një, çdo pensionist që merr 900.000 lekë do marr mbi 200, çdo invalid i papunë, çdo frym njeriu do marr çdo muaj theksoi thot 200.000 lekë. Kaq dhe kjo mjafton për të mos diskutuar më për programa. Ndërsa Rilindja ofron program me pull të kuqe. Program është dhe i tash skemi çaj bëjmë ashtu e mendon. Si do e gjykosh? Kështu e mendon vëlla. Përshëndetje pislëqet dhe budallëqet e Ramës nuk mbarojnë, prandaj Flavio na kurse mëngjesin, dakor, do përpiqen, po është kryeministri i vendit, nuk është totalisht i shmangshëm. Të lutem mu përgjigj se kam shumë për të thënë për këtë maskara. Kush është ky maskara? I edhe me tesër PS-je. Po mund të telefonosh në 069 27 22 27 jemi të hapur për gjithë, nuk i kontrollojmë atë telefonatat. Kush e kap linjën e kap. Mirëmëngjes, në këtë fushatë është një i vjetër që konstaton dhe ofron zgjidhje të problemeve që kështu si punon besohet dhe mahnit. Dhe janë disa të rinj që nuk dalin mejdan, po si skuta na dërgojnë mesazhe që ti heqin në vot. Janë ata të djathët që qeverinë nuk e rrezojnë, po na zgjidhkan të gjithë problemet vetëm duke qenë surrat i tyre në parlament. Po ka më të ligj si këta të rinjt, se ai që është përballë po shkon vetë ose te 313 ose te 5 ose në Guantanamo. Se është dhe Guantanamo si opsion, mos e harroni. Për ata që nuk e kuptojnë ironinë dhe nënkuptimin, në Guantanamo është nëse arreston Amerika për Charles McGonigalin. Bërë si që preja, McGonigali, mungon vetëm e nese, e dini vetë ju. Shikoni në Shkodër se Tom Doshi është ka ba namin të ble vota, por 2 ditë para votimeve i ka premtu lek njerëzve. Ka fut njerëz për çdo lagje rrethina me kthy njerëz me lek, me kërku votën, ma kërkuan votën dje për Tom Doshin, më thanë me lek. I thash kur i bini lekt 2 ditë para votimeve, tha. I thash se keni votën, flasim. Ta patronazhistat në tanë Shqipërinë ka hap krahat. Toma e Rama me ble vota. Kështu flitet. Për thënë drejtën tani, kështu flitet, po presin të na thotë dhe spaku në një gjë, se mund të na ndihmoj në kështu rastesh. Mirëmëngjes Flavio, kur Edvini fillon të përdor fjalë të ndyra, është se nuk ka çfarë të ofroj. Unë ndërkohë votova, më thot Beni, nga Mbretëria e Bashkuar, nga Anglia. Dakor, Beni shumë mirë dhe të gjithë duhet votojnë, të gjithë ata që janë regjistruar, edhe pse ishte pak shqetësuese kjo shifra 22.000 zarfe që kanë rikthyer mbrapsht. Çuditërisht, ky Celibashi është kështu, i çuditshëm në sqarimet e veta. Mirëmëngjes Flavio, të mërkurën pas dite më tha një shok nga Ura Mifolet që i kishte thënë atij se Kanan Shakaj ka dhënë komunitetit rom nga 30 euro për njeri, që dukeshin shumë njerëz. 70% e njerëzve ishin paguar me 30 euro, sikur kishte shumë njerëz në takim. Këta dhe njerëzit i blejnë me lek, respekte, për stafet e sot dollar kthesa e kam. Dhe po mirë tashin çik, po 30 euro për miting, jo keq. Mirëmëngjes Flavio, bravo Vrenozi, nuk u shit si Luis Selli. Kaluam në showbiz politik këtë papritur. Flavio, mirëmëngjes, zemra më dëgjon zogu, e pa besueshme. Flet monologisti që nuk mund të bëj dialog me asnjë arsyetim. Arsyetimi i tij sa një 10 vjeçar, pëlqej vetëm nga batoni. Edi Rama duhet të largohet. Ishte çiki çuditshëm, o zemra. Mirëmëngjes Flavio, maskarin si çupi ka shumë, domethënë. Froku ishte deputet e kandidat në vitet e para të demokracisë në Kurbin dhe socialistët e sqaruan edhe aty u bëm ata. Dakor, Nadia e mirë për një foto vjen sot në Shkodër për të inauguruar diçka që akoma s'ka filluar, bëhet fjalë për një shkollë. Po mirë, gjërat ndershme janë dhe ato. Ndërkohë, me çfarë fjala kalon publicitet. Faleminderit regjia. Rigeve, s'ka qenë asnjëri.